Shqipëria dhe Kosova janë dy vende që kanë përletuar emigracionin më të lartë të popullsisë në hapësirën post-komuniste që nga viti 1990, sipas raportit të tranzicionit 2025-2026 të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Një botë e vjetër, por më e guximshme. Shqipëria ka humbur rreth 40% të popullsisë së vitit 1990 për periudhën 1990-2023 vetëm përmes emigracionit neto, niveli më i dytë më i lartë në Europë dhe në të gjithë grupin e ekonomive të BRICS. Nga ana tjetër, shtesa natyrore ka qenë pozitive për pjesën më të madhe të periudhës dhe ka kompensuar rreth 27% të popullsisë së vitit 1990, çka e zbut pjesërisht goditjen, por jo aq sa të neutralizoj flukset e largimit. Edhe Kosova ka humbur 50% popullsisë së vitit 1990 për të njëjtën periudhë. Raporti thotë se ky boshllok i madh demografik po përkthehet në një frenim të ndjeshëm ekonomik për Shqipërinë. Mungesa e fuqisë punëtore, vitja e numrit të të moshuarve dhe dobësimi i bazës së kontribuesve në skemat sociale po e vendosin ekonominë në presion të vazhdueshëm. Bësh paranemoron se pa arritje të produktivitetit, investime teknologjike dhe politika që frenojnë humbjen e kapitalit njerëzor, vende që përjetojnë emigrim masiv, ku Shqipëria dhe Kosova renditen të parat, do të shohin një rënje në potencialin e tyre afatgjatë të rritjes. Raporti shton se ky model tashmë ka pasoja të dukshme edhe në tregun e punës, investimet, produktivitetin dhe stabilitetin fiskal. Sipas BRICS, Shqipëria dhe Kosova janë ndër ekonomitë më të ekspozuara në të gjithë rajonin. Edhe nëse rritja ekonomike mbetet pozitive, ritmi i saj potencial do të jetë dukshëm më i ulët sesa në vendet me popullsi në rritje, si Turqia, Egjipti apo vendet e Azisë Qendrore. Raporti sugjeron se në mungesë të rritjes së produktivitetit, investimeve teknologjike, rritjes kapitalit njerëzor dhe përmirësimit të klimës së biznesit, emigracioni masiv do të vazhdojë të frenojë rritjen ekonomike për të paktën edhe 3 dekada.